Dhe ja ku jemi në pjesën e parë të emisionit Dashur Miq. Unë paralajmërova edhe në fillim të emisionit që Mikesha e familja jonë, pas një pauze të shkurt, do të rikthehet në cilësinë e mysafirës, ku nuk e di shumë rrallë kemi bën një muhabet të tillë, gjithmonë ka qenë ajo që na ka këshilluar për ushqimet, për recetat, për të ushqyerit shëndetshëm, na ka japë ide se si të ushqejmë fëmijët, çfarë të japim fëmijëve në shkollë, na jep çdo ditë ide në rrjetet e saj sociale dhe na jep plane individuale për secilin prej atyre që e përcjellin dhe dëshirojnë të humbin apo të shtojnë peshë në mënyrë të shëndetshme, duke u edukuar në përzgjedhjen e artikujve që konsumojnë në çdo ditë të jetës së tyre. Por sot e kemi thirrë në cilësinë e nutricionistës, si Mikesha e familja jonë, normalisht që s'na ka thënë jo, Albelena Shabani Lazi sot në studio me mua. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Shumë kënaqësi me pas një bisedë këtu edhe jo në kuzhinë. Dëgjosh atje t'u gut këtu më rahat. Po tash s'kom pas shumë këtë ndryshe se duhet me fol shumë. Atë edhe me gatu. Ja akumulu, domethënë tash Lena është plot informacione. Atë edhe me fol edhe me punu. S'po del koha mjaftueshëm. Tash e hekim një pjesë. Edhe pastaj prestatorit kthehen recetat e Lenës Kismet. Amo ato komentet e energjia deri këtu te kjo ulsja, normal kanë dëshpëruar pistafit se pritëm ju bo diçka me ungër si ka marrë malli. Na vije keq na vije. Prap se prap Lena Asar gjithmonë vjen me diçka, disi ato gjyshet, me diçka me veti. Çe ju kom fluç ta, çe ju kom fluç ta. Sepse Lena është shumë e kujdesshme, Len fillimisht po kënaqna shumë kur po çada në rrjetet sociale që jetu e shiu rolin e nanës për herë të tretë, po mas kaq vitesh duket si për herë të parë. E vërtet. Ndrinit ka sjellë ndryshim shumë të madh në jetë. E vërtet o arë kështu se një dhuratë shumë e bukur, normal e planifikume. Absolutisht. Po me të vërtet na femnat e hezitojmë nashta me bu fëmijët, me bu. S'po thëmë se se cila ka qef me bu sa ma shumë edhe me pas sa ma shumë, po tash jeta dinamika, edhe nashta plot hezitojnë me bu një fëmijë të fundit kështu. Po thëmë të fundit? Edhe duhet jetë kështu. Ose në një mosh pak nashta. Ose në një mosh pak nashta pak ma të shtyme në momentin që i kalon 30-at, pritojnë nashta edhe me bu, po thjesht dime të thonë që jo që më ka pengu, ose më ka penalizu në punë, po qatë shumë ma letëson rutinën, qatë shumë mi ka hap dyrë, sa që jo që s'jam pishman, po jam shumë e lumtur si vendim që e ku marë për me ardhë një jetë edhe për me po një fëmija, dhe normal i referoj edhe i propozoj se cilës gru edhe nanë që e ka mënësit edhe mundet edhe është shtënash, me bo një gjatë tillë se sinqerisht di me të thonë që unë ju më shqy shumë mirë, më kanë shumë mirë me metabolizëm, organizëm, po nuk isha kanë qaq mirë sa që jam tash. Se di, kam një refresh energy, s'di qysh me ta spjegu nuk nina mo 2-20 nina si me pozis një. Mos më thuj edhe një herë, Lenë. Tash nëse e bën krahasimin Lenë si nutricioniste, sepse para se me arë ndrinin në jetë, kur kanë lind vajzat, ti nuk është që e ke pas të njëjtin ritëm të ushqyerit, ose me gjithë se unë prej se të një ti e shumë person i shnetshëm, i ke mënejt kujdis, kita asaj që ka zgjedh për vete dhe për fëmijët, po sot ka ndryshu tash me ndrinin, sa po i halama e kujdeshme. Nuk e kum pas njëjtin vetë disem, por më vetë disqimin e kum pas, po nuk kum pas njëjtin rutinë, se normal që sa më shumë që rritemi, sa më shumë që kalojnë vitet avancohesh edhe se cilën herë i bën gjanat më drejt se çysh duhen për trupin tënd, shumë, tallon shumë. Me vajzën e vogël, pas shtatzanisë, kom pas një stres, kështu që e kom përjetu në atë periudhë, dhe në atë periudhë kom shtu peshë për herë të parë o kohën pas shtatzanisë. Për herë të parë trupi jam e ka pas një peshë, jo nashta shumë të madhe, po dikun ofër 10 kg ma shumë. E di që jom një shumë maran, kom pas ma pak energji, kom pas shumë problem gjumin, kur e mendoj, për shembull, se e kom përballu shumë ma vështirë pjesën e Leonisë, pjesën e atë periudhës pas lindjes. Po normal, që s'ka kalu kohë shumë e gjatë, dhe normal edhe atëherë kom stabilizu se normal pa abuzu, pa e tepru më ushqim, vjen prap në ato nivelin ku veç da. Para se me kalu të tema jonë që do të diskutojme, kam edhe një pyetje që unë përbësej këtë nanat janë shumë kurioztare, sidomos nanat Leona, nanat gjithonse, që kanë atë përshtypjen, ha buk shumë se duhet me tarë qumshti, dush me hangër ëmbël,
për me pas qëmsht më shumë, dush me hangër, ku ta dion, i ndyrna, mish, këto, për me ardhë ma cilësor, e shumë gjona tila që i ndëgjojmë çdo ditë, edhe prej atyne që janë matë më shumë në familje, po edhe prej kretëve njerëzve që na rrethojnë. Sa që ndronë kjo Elin, ti si nanë gjithonse, çfarë ushqimi praktikon? Krejt që ka i duhet një nane gjithonse është mi evitu, mos mi hungër disa ushqime që i bojnë spasma ose gërqe bebes. As një sen ekstra nuk ka nevoj me hungër, as për vetja, as për beben. Krejt që ka i duhet është me marë vlerat ushqyse, se normal këtë rasti duhet me marë sa ma shumë vlera ushqyse, se kara imuniteti, ke përjetu një lindje që plus ke qenë 7 zonë, bebat i ka marë, po më dhe ato vitaminat, mineralet, ato që ka ju kanë dasht, krejt që ka i duhet është me marë, me pas energjit mjaftushëm me marë protein, mjaftushëm me marë fruta perime, vakte të regullta dhe sasin qyshe kjo nga deri tash. Ekstra për gjithonje preferohet uj, edhe nuk preferohet mu bo stres, sepse kjo gjendja e stresit në raport sidomos me ushqimin, se mendoj që stresi maj madhi një nane gjithonë se është ushqimi. Ushqimi vetës, për shambull, e bën stres e dush me hongër ma shumë, dush me hongër e tash mu me i gjinjën e SSH, kjo është gabim. Si eshte qaj stres që ti e bëm për shkak që në raport me ushqimin, ka me ta nalë gjithonjen, se dim që kjo funksionon në bazë hormonale, jo në bazë të asojna si qka e hajmë. I vetë misen që e kom shtu në rutinën teme, e kom shtu prej mujtë 7, është një smoothie që e kom bua dhe të familja jonë, e kom bua dhe në rjetet mija sociale, që ka qenë smoothie super energjik, për shumë energji ka pas, për mëdojmë produkte që na epin shumë energji, për shumë ka pas hurme, gjatë kikirikit, farat ndryshme, për me mdimu unë me marë energji, edhe normal që këtu krejt kanë pas yndyna shëndechme, kanë pas proteinat e dura, edhe këtu më kanë ndimu që unë me pas energji, edhe normal më ka stimulu mjaftushëm që unë shtigjini, këtë smoothie vazhdoj me përdorë prapë, pa mërë parasysh në rutinën teme qka do që kam, pa qatë smoothie nuk këri, edhe shumë i thjeshtë me pregadit, e kanë recete nëse veçdojnë, edhe uj, ku që tjetër. Absolut tjetër, jo sheqer qëtume, se edhe beba shton pesh, në është ta ma shumë, edhe atë pesh që është nuk është të shëndechme. As për beben, as për ty. Plus e bën boshlek në organizëm me ushqimet pa nevojshme, tani nuk i merë vlirat ushqy se filloj me traf lok, shton pesh, edhe normal që se cilën herë bosh në është ta ma keq. Kjo është shumë rëndësishme dhe një tjetër fakt shumë rëndësishëm që duhet me përmen Lenë është edhe gjumi, nëra gjithanë se duhet me pas një gjumë të pak të në 8 orë gjumë pa tjetër, se edhe gjumi është aje cilë stimulon dhe e sjell sasinë dhe cilësinë e qumshtit, sepse një gjumë i mirë edhe stresi është ma jollë që e përmeni edhe Lena, uji dhe gjumi janë qilësi, ta themi, i një qëtësie ku foshnja në kopet dhe nona në dijet rahat me ato që ka i ofron foshnjes. Lenë, po kalum të tema jonë, unë e di që kjo ke befasi për ty se prite me folë, po është e pa mundur me të kalu do pytje që me që je dhe mi keshe familja jonë, nonat për cilin, a shkrujnë gjdo dit, halo mori mesaje të video tua 7 zonë, ku ke folë shumë shpesh. Dhe me thonë, është si borç ndaj publikut, pse jo në stili joti që te praktikon, që në është atë dikujt atje mundet me ndimu. Por me që jemi në temperaturat të larta, në ditë të nxehta, është pak edhe problem, sidomos kur fëmijët janë pushim prej shkollave, janë shpe. Ku gabojmë mas shumë ti me ushqime gjatë këtyre ditëve Lenë? Është sasia edhe jo disiplina. Thjesht mendoj që gjatë verës e marim hajtë se kalon, hajtë se kemi festa, hajtë se kemi angazhime, fëmijët janë shpe na mdëron komplet rutina, si do të mos këta 2 mujtë korreke dhe gushqën mujtë më të nxehtë, pushimet, edhe prishim atë rutinën e përditshme, edhe normal që kemi shumë mundësi. Përdej sa ki shumë mundësi, ti bon edhe ato zakonet e vjetra, i merë edhe këto treja të një farforme e prishat rutinën që, disiplinën që e ki. Kryesisht janë ushqimet jashtë, vetë vera, temperaturat e larta nështë ta ullet pa koreksi, ose rritet oreksi për gjanat që s'janë të nevojshme, për sheqer kryesisht për karbohidrate. Edhe normal që i zgjedhim tani ushqimet që janë më të shpejta, ushqimet që ato që janë më të shpejta janë ushqimet që janë acidike, edhe ushqimet që mujnë edhe me izolu bakterje, mikroorganizmat ndryshme,
E si rezultat i kësaj na pësojmë edhe me helmime ose me smundjet ndryshme që vjellje, barqitje, këto diare. Ushqimet jashtë, darsmat, festat, darkat të ndryshme, deti, ushqimet morte vona, pishinat, ushqimi jashtë për shembull. Këto janë krejt gabime që na bojnë pasoja, që na ndoshta nuk i vrejmë, po kështu kushte normale, ose një individ nuk mundet mi vrejt, po i vrejmë na shumë, se në momentin që vjen shtatori dhe fillon rutina, nashta shtatori të i kalohet dyqysh, po në momentin që buhet tetori kemi shumë që na kontaktojnë edhe që lypin këshilla për problemet që janë shkaktuar si pasojë e këtyre periudhave që neglizhu ushqimin në raport me shëndetjen. A ndikon temperaturat e larta në metabolizmin në organizmin tonë, a ndryshon diçka? Po, nëse veç nuk e normal që ndryshon, për shkak që trupi e rritet temperatura e trupit edhe kjo temperaturë trupit të nëtën me stabilizu edhe normal që përmes djersëve e largon temperaturën, edhe nëse na djersitemi shumë, atëherë normal që largojmë me djersë, i largojmë mineralet, i largojmë sasit lartë të ujit, nëse veç nuk pi mjaftueshëm, nëse nuk hidratohemi mjaftueshëm, normal që metabolizmi fillon mu ngadalsu, nëse se marrim fibrat e dura, ngadalsohet edhe kemi probleme edhe me tretjen. Ka shumë, për shembull, është kokdhimbja një prej faktorëve, një prej simptomave më të mëdha që është gjatë verës, për shkak se uji nuk pi mjaftueshëm, nuk marrim minerale sasit mjaftueshëm, e të njëjtën kohë, për shembull, bojmë zakone ose vese që ndikojnë mu dehidru. Po, kjo dhe me thonë, përveç që e përmende kokdhimbjen, se ka njerëz që atje jashtë që na, edhe në familjen tem, unë kam njerëz që thonë, kur së m'bjen men me pi ujë, nuk e shtona, nuk ndjej nevojë për ujë, anë që është nxehtë. Po trupi jep sheja kur ka nevojë për ujë. Po nëse nalesh e bisedon, ka lodhje, krejt kohën, ka plagështi, ka kokdhimbje, janë kohët për kokdhimbje, kjo është si pasojë që nuk merr ujë mjaftueshëm, nuk hidratohet ose e vrem. Për shembull, flokët janë më të thata, lëkura është më e vrejtë që nuk është e hidratuar mjaftueshëm. Për shembull, nëse ki mujt me pa, sidomos gjatë verës, personat që shkojnë plazh, edhe nuk pinë mjaftueshëm ujë, për shkak që djersiten, edhe atë pjesën e lëkurës, sepse bëhet e zezë me ngjyrë, për më e rrezitet, është shumë më e thatë, është më vrejtë, është shumë më e vrejtë në lëkurë, nuk ka nevojë hiç me po më me pyet ose me bisedu se e vrejnë në ato fiks, është e vërtet. Kjo është si pasojë e dehidrimit. Interesante kjo, po tash shtrohet pyetja sa është nevojë gjatë ditëve të nxehta, sa litra për shembull, a dallen prej kilogramëve, prej personit, prej moshës. Po, nëse për shembull një person sa mililitra ujë, zakonshëm që rrin në ambiente të mbyllura gjatë ditës, nuk ka nevojë më shtu ekstra shumë ujë prej ditëve të zakonshme të sinëve tjera, 0,30 ml për kilogram peshë trupore, përveç që normal gjatë ditës më shtu edhe frutat që përmbajnë ujë, e dim që gjatë verës çajra ose ujë me limon ose kafja është diuretik dhe largon ujin, nëse pim një kafe duhet patjetër mi shtu edhe 2 gota ujë ekstra, për shembull 2 gota kështu me një kafe, është një sasi ujë që afërsisht dikon 300-400 ml që ndikon, varet, kjo është individuale që ndikon kafja me largu sasinë e ujit për trupit. Edhe çaj, na e pim çajin, po realisht çaji është diuretik edhe na largon langje prej trupit. Te personat që ekspozohen diell, për shembull personat që punojnë jashtë, personat që punojnë punë fizike, ata duhet me rrit ki dozë 0,60 mg per kilogram peshë trupore. Gjithashtu edhe personat që bojnë aktivitet fizik sforcume ose që bojnë shumë aktivitet fizik, këtë sasit ujë duhet me rrit me 0,60, o shumë e lehtë me llogarit secili vetë me telefon. Për fëmijës që vlen kjo, për shembull me që janë shpejt unajt, pushime, nuk kanë shumë aktivitete, janë pak më pasiv. Fëmijëve mundu për shembull me najshije të fruta, për shembull i kam disa receta që i kam prezantuar shumë e thjeshtë, lyre shtrydhe ose bronica tash veç sa kam fillu mu pjek, mint, limon, mja u shtrydhe, normal mja hek atë frutin se ka që nuk e pëlqen, mja u busin formë të langut.
ajo edhe marrin vlera ushqyse, marrin minerale, marrin antioksidant që ju ndikon pak të në shia, si dojnë langjët edhe mos më jep langje kështu, ndikon që e shije që pak të një stimulon një farforme ndoshta me pi ujin, se është pak problem, se ndoshta nuk je kreditën shpe dhe minaj gati, ashtu pipe. Limonin edhe menten po e marë si bazik që e përdorim në shumicën prej familjeve. Kur e vendosim në atë shishen që dëshirojmë ta bëjmë ujin me shijet tëne. A vlen vetëm sasia për shembull 1 litër, hargjohet, a mund të shtojmë ujë, a lëshon ende? Deri në 3 ditë mund mishtu. Deri në 3 ditë mund mishtu të njëjtit limon, të njëjtit gjethet mentës që është në shish. Me majt frigorifer, po kur dojna me pi, mos me pi prej frigoriferit, me kanë avërsisht 10 gradë. Pak ma e ngratë, jo krejt e ftoft. A është e vërtet që ujtë e ftohtë nuk të ndihmon ose ta vështirëson humbjen e peshës? Jo, nuk ka të bëj me humbjen e peshës, është një problem që nëse pim ujin e ftohtë, ndikante është një nervi vagus që e kemi në momentin që shkon uji në organizëm, dhe jep një lloj sinjali që është një traumë, po ndodh diçka. Besoj se cili e vren kur pin ujë shumë ftohtë ose anakulloren shumë shpejt, ka një farë dhimbje që jepet si sinjal në kokë. Kjo për shembull ka pas raste që kanë ndodhur, ka pas pasoja fatale, po edhe bën në këtë rast për shembull nëse shpesh përsëritet si lloj sinjali, normal që e çrregullon çat lloj informate edhe normal mund të përshkaktojë probleme. Interesant. Shëndetësore, pse me pi nuk ka nevojë. Nuk është diçka edhe nuk e hek ecjen kur është shumë i ftohtë, se ti nuk e pin çat sa ke nevojë. E pin shumë pak se s'mundesh me pi shumë, edhe normal me pa e pis asin që duhet. Shumë e vërtet kjo, të paktën prej vetes po nisna. Po kthehemi te ushqimet, Len. Tash është hala më e komplikuar ta zëm ideja me e marrë ushqimin me vete në punë, se temperaturat e larta e pamundësojnë edhe ruajtjen e atij ushqimi, qoftë edhe ushqimi i shëndetshëm edhe çkado që është. Çfarë rekomandon ti në këto ditë nxehta? Qërën, siç më është qatë vaktin që mundesh me hongër, sidomos vaktin e parë, kurdo që mundesh me hongër, unë e preferoj pak ma vonë, vaktin e parë, me marë protein dur. Protein muj me marë prej vezës, prej djathit, prej gjalpit, kikirikot, prej kosit grek, mundu me zgjedh kosin grek për shkak që ka ma pak yndyr, ose edhe normal yndyr, po yndyr të mirë edhe jo sasi shumë të lartë. Gjatë verës, asnjëherë për shembull vajin e yndyrna prej fast foodit prej këto, sa ato në krahasim edhe me ditë të ftofta, në ditë të nxehta bojnë dëm hala më të madh. Proteina në radhë të parë, karbohidratet mi marr pi fruta, tash edhe ashtu kemi frutat që kanë sasi të karbohidrateve, fibra të mjaftueshme, normal që i marrim gjatë ditës. Rëndësishme është kastravec gjatë gjithë ditës, për shkak që kastraveci ka sasi të lartë ujë dhe ka minerale dhe na ndikon tepër mirë për mos mu dehidru. Edhe fëmijët për shembull besoj që është njëri prej perimeve që mas shumë të e dojnë. Edhe si sallat me preferu kastravecin, tash në fshat të babi ka kastravecat freskët dhe dalë me mëngjes orët e para të mëngjesit. Edhe gati gjatë gjithë ditës, më krejt fëmijët, se jemi krejt bashkë tash me motra, gjatë gjithë ditët e kam mësuar sallate me kastraveca e bojmë vetë. Edhe qikat pak ma të mdoja e bojmë vetë, ose marrin kastraveca ashtu të ditën dorë, ato kanë minerale, edhe nëse nuk thuat ushqimi, edhe nëse s'mundesh të paktën protein, qysh është veza, kosi, djathi, edhe sallata. Krejt sezonale çka janë shumë të rëndësishme për organizmin për momentin. Pastaj shalqinje, pjepni, po mënej tash kanë filluar edhe boronicat. Te kjo pjesa kur e thu shalqini, pjepni, kastraveci, krejt këto që kanë lëng brenda vetes edhe përveç që na hekin etjen, na japin një freski verore. A mund të abuzojmë me to, sepse sado që janë të shnetshëm, freskus, kanë lëngje brenda vetes, a mund të jetë një sasi që... Për shembull, shalqini përmbohen indeks glikemik pak më të lartë se kastraveci, kur jemi në raport me mi zgjedh dy artikuj të ndryshëm që kanë ujë brenda. Sasi të ujit, ka indeks glikemik më të lartë dhe normal nuk preferohet me marrë sasi të madhe të shalqinit. E di që shia u shumë e mirë ati në krasi me kastravecin. Len, në shumicën e trevave, sidomos ona e dugagjinit, të paktën këta e di prej familjes së burrit, shalqinin e përdori në kohën e drekës, do me thonë kushtrohet dreka,
bashkë me drekën edhe shalqinin. Sa është kombinimi ideal konsumimi i shujtës njëkohësisht me shalqinin? A e pengon tretjen? Shalqinin nuk preferohet mu hungër me bukë. Ne kum po edhe një trend që hajnë edhe me djathë. Nuk preferohet për arsye, kam të shpërndame edhe në rrjetet mia sociale, për arsye se buka vënon për mu tret, afërsisht deri në 2 orën. E shalqini shumë shpejt tretet për 20 minuta, e nëse bashkë të dyja t'i hajmë të njëjtën kohë, me të njëjtin vakt, shalqini fillon mu tretë bymejet në lëkë të sa hala pa shku për 20 minuta, edhe mundet me shkaktu fryrje, mundem, problem, po më ne vështirësinë tretje të ati vakti të ushqimit. Nuk mundet me bo na i dëm shumë të madh, po e pengon tretje në ushqimit edhe normal që e rrit indeksin, e rrit sasin e insulinës ma shumë se sa që duhet, për shkak që ti ki me marë bukën, që është karbohidrat, edhe shalqini ekstra, edhe dije që nuk hajmë pak, hajmë shumë se mas bukës ajo të freskon, që janë, sidomos se ke hongër, sa mas bukës len? Po, frutat në përgjësi preferohen, ose çdo vakt preferohet pak të 1 orë, po mirë është me kalu 2 orë prej vaktit në vakt. Po. Frutat rekomandohen orëve të mbrëmjes të vona? Ka një limit kohor, sikur si që është darka, që nuk duhet me konsumu asgjë pas orës 18 nëse nuk gaboj? Mirë është se tash se cili e kemi këtë orën biologjike ndryshme prej jetës, tash nuk më me thonë ty mësa mas zhorshve se ti tash jenë në emision të mbëjnë. Jo, nuk ka mas emisionin. Mirë, po, për shembull, pak ma vonë e shtymë për shkak që ti derisa shkresh duhen edhe 2 orë, minimumi 3, po deri në 4 orë është mirë mësë me hungër para gjumit. Para gjumit. As një sa me indeks glikemik lartë. Për shembull, edhe vaktin e fundit, nuk është mirë me marë për shembull shalqen ose diçka që ka indeks glikemik lartë, për shkak që kemi insulinë aktive dhe kemi predispozit që kjo insulin me ndiku për shumë me pas oreks halati, nëse ki oreks normal që kamet munduk, po më dhejnë depozitohet ma shumë i ndyrë vjamore dhe së që i bën hajrë trupit. Mirë është me marë edhe në orët e vona për shumë nëse 7-8 vaktin e fundit mirë është edhe aty protein. Protein ma e lejtë për shumë që është naj kefir, me fara qia, me naj frut që ka indeks glikemik tolt, me salat, diçka që është edhe nëse karbohidrat me ka diçka që tretet leto që ka fibra ma shumë. Po, pse len ndihemi ma të lodhun gjatë temperaturave të larta, gjatë verës, kur konsumojmë drekën, shujtën e bukë, çfarë do se e bukës na shqiptarë të përdorim, jo domosdoshmërisht buka si bukë, po kur e ham shujtën e drekës, shujtën e mëngjesit, pse gjatë ditëve të nxehta ndihemi ma të lodhun? Po, zakonisht nëse hajmë ushqime që janë pak ma vështirë mu tret, në një metabolizëm që nuk është ushqym mirë në vazhdimsi për shembull gjatë ditëve të verës, që një farë forme nuk është edhe hidratuar mjaftueshëm, normal që kjo ndikon kryesisht, po edhe nëse marrim karbohidrate thjeshta, pak trupi e ka këtë rast na ka ngatëlsu pak metabolizmi dhe normal që është pak më vështirë për mu tret, rritet energjia me njerë, nëse marim karbohidratin thjesht, nëse hajmë një pite, ose një flijë, ose diçka që është karbohidrati, ose sheqer, rritet energjia me njerë, për kjo energji bjen prap nivelin 0. Edhe këto e bojnë kryesisht karbohidratet e thjeshta, sheqeri, shtume, buka bardh, brumenat, përgjithësi. Len risku ma i madh, ose rreziku ma i madh gjatë këtyre ditëve, se e përmende pak ma herët si kalimthi, po du me undal, është se kemi shumë dasma, darka, ahengje, familjare, grumbullohemi, ndryshim rutinet të ushqyerit, madje edhe për ata që nuk janë shumë kujdesshëm gjatë gjithë vitet që s'hajnë shnetshëm, po prap se prap ky ndryshimi me hëngër një shujt që është e imponuar, ta themi, çdo natë, 3 herë në javë në dasma, sa e dëmton organizmin? Shumë. Shumë. Mos shkoni dasma ose shkoni veç balzani, bre, hiç mos hani. Jo. Realisht qatë sasi që anë një farfor me valzën pak një farfor me diçka banë. 3 hopa, 3 lukë, mish. është thjesht kjo, është thash edhe ma herë që është komplet prishet ajo disiplina dhe ajo rregulli me ushqimin, përveç që aty hajmë ushqime që përgatiten sasi shumë të madhe, se dim sa ekziston mundësia, as po du mi gjyku as një për restoraneve, se di që dojnë me bo ma të mirën,
edhe për shembull me u izolu ndaj lloj i bakterieve ose me pas edhe ndaj pasojë si helmimi ose dielli ose mundim, më me thonë që pyetjet më të shpeshta dhe njerëz që më shumë lypin këshilla të shpejta janë këta që dalin orë të vona, hajnë të pinë dhe që shkojnë në përdarsma. Nëse veç je ka një ndarësëm të ka imponu, je lodh edhe ke hongër ushqim, nuk është kiameti, e ke bo, e ki për qefi, mos me bo si shprehi, tani me vazhdu edhe në shpe. Ditën e njësëm është mirë me vazhdu me fasting. Me njës ditën me ujë, me limon edhe mint, kastravet, gjësyshe me pi sa ma shumë. Bën mja qitë pak krip, për shkak se i merë mineralet, po ata që normal nuk kanë hipertension, s'kanë probleme me tension. Mi marë mineralet e duhura që pak të një dit tjetër me pas një loj, një dit pak ma duhur. Naj smoothie, qësh e kemi bo edhe natë familja jonë me selino, moll gel, për çka do që kam prej këtyne frutave që janë antioksidant, i ndihmon shumë me shpejtu tretjen dhe mi largu që ato toksina, mi ndihmu pak melqise edhe metabolizmit, mi tret që ato shqen. Edhe normal që ditën e nesërme mundu me marë naj vak shumë të lehtë, naj salat, naj diçka vezë ose protein, diçka shumë të lehtë, që mos me ngarku tash ekstra metabolizmin edhe ditën tjetër, se nëse hajmë shumë vonë natën, edhe s'kemi flajt normal mirë, në momentin që qohëm na kemi muq unt. Unt. Sa aktivizohet, më thënë rrinë, aktivizohet me nxes edhe s'flenë, mjaftueshëm aktivizohet hormoni i urisë edhe gjithçysh që ti kime pas orek. Se këtu krejt, çka i thash deri tash, ndikojnë me rrit hormonin e ngopjes, edhe në ndihmon një farforme, më ndihmu metabolizit mos me qu ekstra dhe një ngarkesë. Nëse bëhet që ti shprehi çdo natë, atëherë normal që është mirë, se ka dikush që punon, ka punë, s'ka çore pa hongër, është mirë të paktën gjatë ditës me aktivitet fizik, edhe me pas vakte më të lehta gjatë ditës. E përmende helmimet, sidomos në këto, edhe ushqimet jashtë, edhe vera, vonë, kujdesin dhe aty në ushqimeve, nuk përdu tash me hy kështu në detajet. Asaj për helmimet janë të shpeshta, shtëpitë e shëndetit janë gjithmonë të mbushura me persona të cilët kanë vjellje diarre nga helmimet. Kur është reagimi i parë i një helmimi? Sa po e konsumon ushqimin me një herë, mbas tetore, cila është e vërteta? Varet sa ka qenë ushqimi kontaminuar. Për shembull, veza, produktet të qumshtit, janë ushqime që shumë shpejt mund me pas reakcion mas vaktit, po, kështu, mas vaktit, me njerë mas vaktit mundesh me vrejt. Për shembull mishi ose produktet e tjera, për shembull një vak që ka kombinim të ushqime, njëri prej tyre ka qenë me ndaj bakterie izoluar, ato normal që ndoshta pak ma vonë, mas disa orëve ose edhe ditën e nesërme, po jo ma gjatë se dëmtetore e vrejnë me njëherë. E thashë ma herët, po du me specifiku këto, ushqimet sa ma shumë acidike kanë predispozit me izolu mikroorganizmat ndryshme dhe me shkaktu helmim. Fatkeqësisht janë ushqimet që mas shumë të janë të nevojshme gjatë verës, që janë produktet e qumshtit që na duhen patjetër probiotikët edhe na duhen kalciumi, na duhen vlerat ushqyese që i përmbajnë, yndyrnat e mira që i përmbajnë, edhe proteinat që i përmbajnë, po janë produktet që kanë bazë acidike, kanë predispozit për me na helmu edhe me izolu mikroorganizma, gjithashtu edhe veza, që është një për proteina më të shpejta, më të lehta që muj me marë, nëse nuk ruhet mirë. Për shembull, unë isha çdo ditë markete, isha edhe jashtë marketeve që janë vezë, isha në përrafte, normal tash marketet shumica po janë edhe me klim, të shtanë nuk është temperatura që nuk muj me, po thjesht nëse rrena afat në një temperaturë që është më e lartë se 20-25 gradë, normal që e vezë mundet më prish. Edhe për shembull vezë të fshatit, ato duhet më shpejt me i konsumu, se normal që prishen më shpejt. E duhet me pas shumë kujdes, sidomos për vezës ku e blen edhe sa është e fresket. 30 vezë i blen fshatit, ta zëm prej dikujt që shet, edhe i mban në frigorifer. Ti ato 30 vezë nuk mundesh me i konsumu shumë shpejt, të paktën kanë me të nejtë në frigorifer deri në 20 ditë. Nëse i merë të fresta,
edhe i mon frigorifer, një frigorifer që nuk kapet edhe ka shumë shpesh, normal që qëndrojmë pak ma gjatë. Po nëse veç për shembull kanë qëndru edhe atje me një temperaturë dhomës edhe ti i mon temperaturë dhomës, normal që këto është rrezikshmëria më e lartë që vezët me prish ma shpejt. Po du me ndalë të që kjo pjesa se vezët me që kemi si tim, një prej ankesave më të mëdhaja për shembull shpesh edhe të djemve të me është qëto mëngjes, dyshush vezë, abdin qka rekomandohet me ju dhonë fëmijëve mëngjes? Tash, gjitho herë, po hajtë verës me që shumë... Vezë edhe zime ose edhe të fërgume. Të fërgume, unë faktikisht nuk i fërgoj asë njerë që shfërgohen kështu për mu djekë, mu boja shtresa e zezë. I fërgoj me gjallp, gjallp të klopës, se marë fshat, vezën, e qësë temperaturë shumë tolt, edhe mbylli me kapak, ajo një farforme bëhet si lloj e zime, edhe nuk djegjet veza, edhe shia i bëhet shumë e mirë. Për shembull, ndonjëherë mund të shasoj vezë me shtu diçka tjetër, për shembull, me shtu çka do që ju pëlqen fëmijëve. Unë për vetë i shtoj ullej, i shtoj fara, i shtoj, po më varet edhe çka ju pëlqen fëmijëve. Me vezë mund është me bëu edhe bukë, që mund të më bësh shumë e shishme, po normal mos mi shtu, për shembull, mi shtu 4-5 vezë, po vetëm 2 vezë, për shembull, për 2 fëmijë, vetëm 2 vezë që e kanë edhe të kuqe, me shtu ma shumë sasi prej të bardhës vezës, për shkak që me marë proteinat edhe albuminat që ju vynë shumë fëmijëve për rritje, edhe zhvillim. Mund është me bo, për shembull, si lloj pancake, mund është me bo lloj buke, për shembull, me shtu gjiz, me shtu ma shumë, për shembull, 4 vezë, 2 mja vhek të kuqe, vetëm e të bardhen. Për shembull, mund është me ndru me bu në formë tortillas, me bu si lloj sandviçi, njëjtë për shembull në furrë. Po pra vezë. Mund është me bu pancake kështu, nuk i vjen shija, jam dranë. E kupton. Për shembull, mund me bu krem djathin, që kena bu edhe te familja jonë, me bu bukë me krem djath, kastravet, perime për shembull, të ndryshme që çka do që ju pëlqen. E di ose për shembull në formë të çofteve, me perime, diçka, për shembull, ose mund është me buna lloj pete, që është me karrotë, që vynë shumë beta-karoteni tash, se dim që rrinë shumë fëmijët në telefona, në ekrane, në televizion, i vynë sasia e vitaminës A, ose naj suplement që përmban edhe lutein, se dim që tash rrinë shumë telefon, është pa mundon mi shmang prej qasoj rutine, o për veti po mundona, për momentin jam fshat këtë kohën, po nëse jam banis, mi angazhu me diçka, mi jep naj detyrë, qof mi palu rrobat e veta, një periudhë me lexu, ose mi au bu naj aktivitet, nëse bën qëto, diçka në shpes, pakten mi largu prej ekraneve, se pakten televizionin, filmat s'moj mi avnolli, edhe nëse s'rin telefon, naj film kanë me kështu brenda ditës. Leni shanol pak edhe te dietat, sidomos në temperaturat nxehta. E ndim, nështë është për qesh, po thonë shpesh, e kam një dasëm mas 3 javë, po du për 2 javë, 3 javë me hek 5 kg, jam sym, e majmë dieten, lodhemi, sa rekomandohet verës me majtë dieta, qofshin ato edhe të licensuara si dieta të taman të një zyrtari shëndetësor. Qyre, kur nali ma analizojmë vera është shumë ma e favorshme për me hu pesh, po normal njën e duh. Unë si jam asë njëherë edhe kushdo që më lyp një dietë ose një plan kështu shumë shpejt, thjesht nuk është që moj me ndimu. Mund është me up shumë kilogram, mund është me up edhe 10 edhe 15 brenda muajit, pa problem, nëse vetë që largojnë... Me shku në ekstrem. Po, me shku në ekstrem, po thjesht pasojat që i bojmë, jam pasojat që afat gjatë nuk më i mirë rikuperu. Edhe thjesht nështë mashtruam prej asoj që largojmë ndyrë vjamore, largojmë këto, po thjesht nuk i me largojmë ndyrë vjamore, pastrohet zora, ose largohet sasi e lartë e ujit, edhe normal që dej droshë, kjo nga bënë pasoja. Unë si jam asë njerë pro e dietave të shpejta, unë preferoj me kriju rutin, nëse veç e marrë dikon për me këshilu për një mjëqenje të mirë, për dieta ose për plan, atër pa tjetër du me disciplinu edhe suksesi ma i madhi jemi është që mas një vite përveç që hu peshen që dan, ajo pesh nuk i kthehet mu. Edhe mëson se qysh me vepru me trupin e vetë, edhe nëse veç dikush fillan tash në verën tjetër, ka me arrit ato që dan, edhe jo veç në verën tjetër, po edhe shumë vera tjera ka me di qysh me vepru me trupin e vetë. Edhe kjo është zgjidhja e duhur.
Po, shumë mirë këto që e përmend Elin, sepse ka persona që e provojnë, e marrin dietën, e kanë, ta themi, suksesin, i humbin ato kilogram që dojnë, po mas 2 jave, 3 jave, 4 jave kur i takon, kanë fillu me rikthy peshën. E rikthejmë prapë se për shembull është një regjim ose një dietë që nuk mundet me Nuk është stili jetës tina. Po më parasysh mundet me kanë me një plan ushqimor ose një dietë ose një regjim që mundet me kanë ideal, që mi pas proteinat e duhura, karbohidratet, yndynat, krejt komplet. Po nuk është i përshtatshme për individin. Edhe normal që trupi nuk është i mësume me qatë një lloj rutine edhe është thjesht nuk mundet me vajtë. E qysh mundemi me dallu na që organizmi jonë po e pranon një dietë, qoftë profesionale ajo, qoftë jo profesionale që kemi marrë. Trupi reagon ndaj ndryshimit. Në rast parë, unë të krejt ata që vinë më konsultu edhe të krejt ata që kanë arritur sukses, kënaqësia më e madhe është, përgjigja parë është mas 7 ditën është ta ndodh, shumë rrallë shtyhet ma shumë që më thotë i punina tepër mirë, kam energjinë shumë, jam shumë mirë me energji, jam shumë ma i kthellët edhe punina shumë ma mirë. Thjesht një jetë shumë ma mirë për arsye që i merr proteinat e duhura, edhe organizmi fiton ma shumë energji, i heq ato toksinat sheqerin e dur, ja nis mu rregullu metabolizmi, jo për një javë, kuptohet. Unë asnjëherë nuk ngutna, vyn 3 muaj për me mësu bashk, edhe as një plan ushqimor nuk e bëj vetë, çdo herë e bëj me personin, me klientin. E bëjmë bashk, çdo herë të bëjmë ndryshime tepër të vogla në rutinën e vet, edhe pa ju bu ushqimi i barë. Thjesht një farë forme shpesh e them, raporti me ushqimin është me mësu çka i duhet trupit në raport me ushqimin është njëjtë sikur me mësu me gra veturën. Për shembull, kur fillojmë me marr lejen ose kur shkojmë në orët e para, kur nalesh e mendon çka kime but një të nkoll, thu kurso me mësu me pozit. Po në momentin që mëson, thjesht tani veç kime pas kujdes ka po shkon edhe me respektu rregullat e komunikacionit. Njëjtë është edhe në raport me ushqimin. Ti kime pas kujdes me marr çka duhet, edhe me respektu rregullat raport ushqim me trupin ta. Po, dhe kjo është shumë rëndësishme, sepse edhe ruajmë shëndetin njëkohësisht, përveç asaj që sinojmë shumica. Se unë tash s'po du me banalizu, po rrallë dëgjojmë dikon që thotë po du me humb peshë për shkak të shëndetit. Kryesisht është po du me humb peshë për shkak me u dog bukur. Do të thonë, alo estetikisht e mendojmë peshën, alo nuk e mendojmë rrezikun e zemrës, të mëlçisë, të krejt organeve tona që na penalizon pesha shumë. Po, kam raste për shkak që më thirrin me ato pyetje që the, a më hek 10 kg, po të heki pa problem, po të heki, a mundesh me hek, është pyetja 10 kg, thëm po, munda me të hek 10 kg, po nuk të heki për një muaj që shpëdon ti, po të heki për 2 ose 3 muaj, që shduhet me bo. E thot, pse s'po mi hek bre, hajt bre bëma se e kam një dorësëm, po që unë po më të ngëj, qka du shte, tani ma sa nejt të ngëj prap. Qa të më të shte, po thjesht është diçka që nuk bëhet. Qka janë pasojat, Lin? Ta zëmë nëse për një me kam sukses, e maj dietën ekstreme. Kur po tham ekstreme është që njerëz shkojnë shumë shpesh edhe deri në limite ku lodhen edhe banë për me marrë langje ose infuzione të cilat duhet me ringrit energjinë e trupit. Qka janë pasojat afatgjate? Po, thjesht rregullohet metabolizmin përgjithësi. Nëse veç ke largu sa si të lartë ujit, ti e ki shumë problem mirë ku peru që ato minerale që e ke largu. Nëse veç mas shpejti që din për shembull të ra pesha është nëse i ke dëmtu muskujt, e ki shumë problem mirë rikuperu që ata muskoj edhe normal që nëse veç një metabolizëm ose një imunitet është ma i dopt, mund me pas pasoja për shembull si rëmja flokëve, ndikimit të lëkura, elasticiteti i lëkurës, problemet me sy. Në përgjithësim, varet krejt është individuale se çfarë problemi ka. Nëse për shembull ka tiroide ose probleme hormonale, normal që aty din me çrregullu edhe problemet hormonale, nëse s'merr mjaftueshëm, për shembull vitaminat e dura, mineralet, mundet me ka një mungesë, mundet me rënë anemi, ka plot mënej kundër efekte që mujnë marrë si pasojë keq ushqyeshmërisë. Po ndalë pak të personat që bojnë aktivitet fizik, edhe gjatë temperaturave të larta që se ndalin rutinën e tyne, që duhet me ushqy gjatë ditëve kur janë temperaturat e larta, sa orë para fitnessit ose sa orë mrapa fitnessit, çka duhet me marrë
para ushtrimeve, çka pas? Kryesisht proteina i duhet, për shkak që më ushqy muskujt. Magneze, unë preferoj për shkak ka magnez sasi të lartë kanë forat e kungullit edhe forat e shumta, po nuk mjafton magnez vetëm përmes ushqimit, magnez dush me marr edhe suplement. Po, sasi shumë më të madhe, sidomos gjatë verës si duhet edhe sasi po ndaj magnezi patjetër. Po. Preferohet me marrë protein, naj vakt lehtë, jo shumë pas, sidomos pas është shumë e rëndësishme me marrë naj vakt lehtë me proteina, qoftë naj kos grek, për shembull me naj frut me indeks glikemik shumë tol, po kryesisht proteina vezë është diçka më shpejt që mujnë me përgatit. Edhe uji, e thash 0,60 miligram për kilogram peshë trupore, 0,60 e pjeston me sa kilogram i ki. Edhe qaja është sasia ujit që duhesh me marë. Mundësisht ujin duhet me nda për gjatë gjithë ditës, jo me marë të njëjtën kohë. Këto janë kryesisht. Po, nëse e kështë dhoni këshill për ushqimin edhe hidratimin gjatë verës, që e ki mundësin me dha vetëm një këshill, cila është aja kryesorja që na krejt duhemi me pas, që themi na vatë në vesh? Hidratimi, në radhë të parë, edhe jo sasi po cilësi. Jo sasi po cilësi. Pse në ndodhë, Linz, kër e përmene këta jo sasi dhe jo por cilësi, pse në ndodhë kër kemi përshtypjen që i ham të azëm 3 vezë të zjera, edhe kemi ndjesin si kur nuk jemi ngopë, që jemi ande uritur, që s'ka qenë shujta e mjaftushme. Pse në vjen që ajo ndjesia? Po në bazat rregullta, nuk e ki në rutinën tonë me marë mjaftushëm, ka shumë faktor pëse e ki ndjenjen e urisë, ka shumë faktor në varet për metabolizmit, po në bazat rregullta me gjas nuk po merë mjaftushëm protein. I duhet ma shumë trupit të në protein, nëse veç merë mjaftushëm protein, oreksi stabilizohet. Ose nuk i oreks shtume, nuk i neps për ushqime mas vaktit të fjalla. Po. Kjo puna e nepsit, sidomos vajzat gratë e kanë shumica në përqindje të lartë, këtë nepsin e kanë para ose gjatë ciklit. Gjë që ta themi i tradhton pak edhe nëse dojnë me aty janë shkaktar hormone. Shnetshëm. Po a duhet me ndëgju qatë nepsin, a duhet me injoru qatë nepsin, a duhet se tani edhe bëhet nervoz pak. Nëse veç ki neps, për shembull, ka plot ushqime, nuk bën me injoru, ka plot ushqime që po ajo ndodh nëse veç nuk je prap po dalë që aty, nëse nuk e kini disiplinë të mirë edhe ju ndodh atyne, se unë se kam qatë problem. Më thonë se kom pas, as nuk e kam qatë problem. Ti se ke pas atë shtatzon. Në më Lena ka që shtatzon unë haksha. Po, ti hajsha dhe blesh ushqime për me unë. Se ka e në tja më muzë më hajshin. Unë nuk e kom pas atë shtatzon, as nuk e kom pas para ciklit asë njerë. Për shkak që e kom një utim. Po, nëse veç e ki qatë nepsat, mirë është më marrë diçka me indeks glikemik të që është përshanë e lojtë fare, sarrore, yndyrë, protein, frukta ose përime me indeks glikemik tëllë, për shembull kastravet, mollë gjelbërt, që nuk ka aktivizojnë hala ma shumë insulinën e më rrit hala ma shumë hormoni i urisë. Në shumicën e dietave, rekomandimeve, nutricionistëve, profesionistëve, jo profesionistëve, rekomandohet shumë çaj i gjelbërt. Pse ka kaq rol të rëndësishëm çaj i gjelbërt, Lin? Është antioksidant i mirë edhe ndikon mirë në tretje, preferohet, pse jo. Mundet më marë pa sheqer. Pa sheqer, po. Ato e kemi mësu, ja jemi të disiplinuar në të pikë. Po, nuk jam asë njëherë pro këtyne që pi qaj gjelbërt se ki mu do pësu, ose pi një loj qaj tjetër, ose bëne këto, ose këto, thjesht nuk është që i promovoj një farforme kaq shumë, në planet, ose në ato dietat që veç i referoj, gjdo herë është qaj gjelbërt, gjëngjefili, është shumë i rëndësishëm, se harru me cek edhe me shtu në ujë, për shkak që largon ndjenjen e mundimit edhe vjelljes, nëse s'mujnë me hangër ose me shtu në receta, bën me qit në ujë, kuptohet jo gjëngjefilin pluhun, për shkak që mundet me shkaktu mundim edhe aciditet, po gjëngjefilin e freskët, mujnë me shtu në ujë, në kombinim me mend, kastravet së limon, është ideal për pjesën e hidratimit. Po. Për fund, sepse jemi ofru drejt minutave të fundit, do doja shumë që të ndojmë një mesazh, tash s'po du me thonë kritik, po ma mirë një mesazh për ata që binë prej dietave në internet, që janë shumë fatkeqësisht, edhe që ka nisë një gjatë të tillë. Çfarë ju kështë thonë? Që na secili kemi drejtën
me vepru ashtu që dojmë, edhe me besu kujt dojmë. Unë krejt që di me thanë është mos me harru përgjësin që e kemi ndaj trupit tonë dhe e peshë që te e ke shtu edhe ke ardhë deri në atë pikë, është investim që ti e ke bo edhe normal që dush me investu pak ma afa gjatë me rikthy mirëqenjen tonë të organizmit. Nuk du me gjyku kur kanë që din drejt ose jo mirë me bo dietën, nuk du me gjyku asë një kolegë ose një profesionist, po thjesht dieta, plani ushqimit, regjimi ushqimor dhe raporti me ushqimin duhet me qenë individual, edhe nëse dikush ta jep një dietë strekt ose një regjim që nuk përshtatet me ato tonën, thjesht këtë rastu në kisha referu ma mirë vazhdo njëjtë që e ka vepran, largoj brumin, largoj sheqerat të shtume edhe gradualisht kime arrit me pas pak aktivitet fizik, me pas atë peshë që donë, se sa e merë një regjim ushqimor që bën pasoja shëndetësore. Edhe fundit pyetje Lenë për ata që dojnë me planin, se është individual, e thot disa herë te, e kam thonë edhe unë shumë shpesh në emision, planin ushqimor për një disiplinë të ushqyerit, ku mundsohet edhe humbja peshës në rast caktuar edhe shtimi peshës për ata që e kanë synim. Qysh janë mundësit, sa ku du të me të shkrujt? Kur do që ka nevojë në raport me ushqimit, konsulta dietologjike, sa i përket nutricionit, krejt mund me shkruaj në Instagram, Facebook, aty e kam edhe numrin e telefonit, nëse veç dikujt i duhet më lajmëru pak ma urgjent, se e dim që kam një bebe të vogël edhe zakonisht më mesazhin momentin që e kthej me përqendrimin më të madh, edhe me përgjegjësinë më të madhe që kam ndaj secilit që më lajmërohet, po kuptohet për momentin jam të shërbi vetëm online. Kush po kërkan më shumë plane për humbje peshe, burra apo gra? Gra. Gratë më shumë. Po s'përna bil fustona, brevera, duhet më do bukur. Ta një dimri s'ka gajle. Unë sinqeresht çdo ditë jam shumë ma e lumtur, çdo ditë mush na jetë momentin që hapi telefonin, tash prej kur jam edhe me djalin, e kam një orar t'rregull që ju kthej përgjigje se normal që s'moj në secilën kohë. Mush energji edhe mend si s'pres më arë koha me kap telefonin me këthy përgjigjet prej falimderimeve, prej më thënë mesazheve të mira që edhe sinqerisht atyne që i falimderoj krejt ata që më të vërtet më dëgjojnë edhe i bojnë ato, i aprovojnë ato këshillat të recetat e mia. Shqyqyr që e përfunduam bisedën se edhe djali u qu prej gjumë, edhe po e shohim këtë që është koha me shku me ushqy, me qëmë gjini dhe mos të mbesim bargja atina, mes ja marim kohën, unë të falenderoj shumë që gjithë e kohë me ardhë, pavarësisht që të mundova ty pak me marrë dhe djalin me veti, po prapë se prapë për audiencën, për klientë ato je gjithmonë dispozicion. Falenderoj shumë Saran për ftesën, e falenderoj shumë Drinin që na ka mundësu me bo këtë intervistë, ma shumë e falenderoj Liburnën që u kujdes për djalin. Kështu që më ka bo një ndimis shumë e madhe. Shumë, ajo ishte të u kujdes gjatë gjithë kohës, bunat për shëndesin, për qafojmë shumë dhe tash po e lirojmë mamin. Faleminderit shumë që u kujdesi për Drinin. Len, takohemi na her pasere, por në shtator do t'i kthehemi rutinave tona. Kismet, nëse Ndrinin a lejon. Faleminderit shumë edhe një alë. Faleminderit. Dashur miq, kemi qenë me nutricionistën, dietologën Albulena Shabani Elazi, mos harroni, Lenën e gjeni në Instagram, në TikTok, në Facebook, me nofkën apo emrin, sido që e kërkoni me Lenën, në të gjitha rrjetet sociale, por edhe në kontin e saj personale Albulena Shabani Elazi, për çdo gjë, për plane ushqimore, çdo gjë që keni konsultat të tjera, ajo çka nuk ju kisha rekomandu me humbësht, shkoni bëjeni follow në të gjitha rrjetet e saj sociale, sepse mësoni shumë receta të shëndetshme që ja u lehtësojnë jetën, edhe ja u ndrojnë rutinën, ja u edukojnë frigoriferin, si shtot Djola, dosti, Mikesha jone përbashkët. E tash po shkojmë në diçka tjetër. Expo Diaspora është një panair që do të filloj me 3 gusht, me 4 dhe me 5 do t'jeti hapur, në ndërkohë që shtandet e bizneseve do t'jenë të vendosura deri me 18 gusht në Prishtina Mall, në ndërkohë është një prej përfitimeve më të mëdha, sepse është bashkëpunim dhe organizim nga televizioni Kanal 10, komplet bizneset që do t'kenë shtandet e tyre, publikimin e veprimtarisë e bizneseve të tyre do t'kenë mundësin të shfaqen punën dhe frymen e bizneset tyre përmes valive të televizionit, Kanal 10, përmes edhe rrjeteve sociale, kudo tjetër. Kështu që është një super mundësi, keni kohë vetëm
edhe sot me apliku për me qenë pjesë e Panairit, në ndërkohë ju ftojmë me ardhe dhe me u njoftu me bizneset që kanë tashmë vendosur shtandet e tyre. Nesër do të filloj Panairi, deri me datën 18 do të keni mundësi të shikoni dhe të vizitoni. Albanus Kana do të jetë pas pak me neve me folë për Expo Diasporën.